janë bashkë edhe ky është fakt. Më the pak më parë që këto mbetjet që janë në Porto Romano, sa ato ose diçka më shumë, po të njëjtat, dyshohet sipas jush që janë groposur edhe në Elbasan. Prej sa kohësh mund të ketë ndodhur kjo veprimtari se tani kjo quhet kriminale? Këtë unë nuk di ta them kohën, por që janë groposura dhe këtë po e them me përgjegjësi të plot në sasi dhjetra, mos them qindra, po dhjetra herë më të mëdha se ato që keni te Joania. Si di prokuroria? Mbaj përgjegjësi për këtë që po ju them. Janë të groposura në Elbasan. Janë hetuar këto? Këtë do duhet të presim, kam përshtypjen. Çfarë të shtyn që thua që kjo çështje do të shojnë spa? Ke informacione apo bën një analizë të... Unë mendoj që e gjithë kjo kronologji, e gjithë dinamika e zhvillimit të gjës, te kalon kompetencën lëndore, por dhe territoriale të një prokurorie rreth. Shtuar këtu ngarkesën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm, siç është rasti që ju thash i tetorit 2024, i funksionarëve të lartë, siç është kreu i Bashkisë Elbasan. Kemi një drejtoresht përgjithshme, që është në hetim, që dhe kjo e potencon gjën, ka më shumë se një institucion, dhe më shumë se një njeri i cili ka bashkëpunuar për të çuar përpara këtë gjën, që e sjell të gjithë panoramën dhe në kornizën e grupit strukturuar. Dhe mendoj që patjetër logjikisht do të vi këtu. Në rast se nuk vjen, kam bindjen prapë që... Pra ty struktura e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, që është një pjesë e mirë e përfshirë nga ish titular aktual e deri tek specialistët më fundor. Specialistët, shiko, mos i fusim specialistët. Specialistët janë... Jo, lere, ma kurse këtë. Ta kërkoj unë. Nuk e komentoj. Specialistët, shiko, në këtë rast, specialistët janë njerëz që kanë firmosur së mbyllur, sepse i kanë ardhur letrat. Ore këta janë mjeshtra për letra. Nuk ka diskutim kjo. Ne po flasim për vullnet. E kuptova. A ka shkuar tek nivelet më të larta? A është çështje për shkuar deri në rang ministrash? Kompani të cilat te i kalojnë sensin e biznesit të madh, apo shoqërive aksionere, siç janë Kurum, Bankers, nuk funksionojnë dot pa pëlqimin e kupolës. Dhe kur them kupolës, po them nivel ministri, kryeministri. Pra, ti shikon që shkon, ja, është pamja ty, shikon kryetarin e Bashkisë Elbasan, që del dhe shkon për të hyrë dhe për të ndërhyrë, kjo ta flasim të pjesa civile, ndërhyn në mënyrë, ushtron ndikim paligjshëm në mënyrë drejt për drejt te kontrata e punës disa punonjësve, të cilët i mashtron i thotë që kemi një marrëveshje me Kurumin, neve që do ju paguaj juve, dhe marrëveshja nuk del që fundi e shkruar. Ja ku e kemi faktin. Mirë. Pastaj kemi dhe përfshirjen e familjarëve, të cilët marrin në mënyrë direkte, dhe kjo është diçka që kam përshtypjen dhe kjo është netim, të ardhura nga kjo gjëja. E kuptoj. E lëmë kaq për sot, nëse të kesh fakte, detajet të tjera. Besoj që kemi thënë mjaftueshëm, e vetmja gjë që nuk kemi thënë është që dhe që e kemi merak, Elbasani ka fatkeqësinë e madhe, që vuan pasojat e zgjedhjes ti, as më pak, as më shumë, se sa në jetë dhe shëndet. Faleminderit. Punë të mbarë.